Kush është Gjibrili a.s. Gjibrili është kryesori i melajkeve. Allahu i lartësuar ka krijuar krijesa të ndryshme. Ka krijuar i madhi Zot njeriun prej balte. Ka krijuar gjindet prej flakëve të zjarrit dhe ka krijuar melajket prej drite. Melajket janë krijesa që i binden Allahut të lartësuar në ato gjëra që i ka urdhëruar i madhi Zot dhe nuk e kundërshtojnë ato. La ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ata nuk e kundërshtojnë Allahun në ato gjëra pra që ai urdhëron dhe zbatojnë ato që urdhërohen. Pra zbatojnë atë gjë për cilën urdhërohen. Melajket e Allahut të lartësuar. Gjibrili a.s. është kryesori i melajkeve dhe është ai që u ka sjell shpalljen pra prej të madhit Zot profetëve. Pra profetëve të ndryshëm, gjithë profetëve të Allahut të lartësuar. Meleku Gjibril është ai që u ka sjell shpalljen pra profetëve të Allahut të lartësuar, gjithë profetëve. Pra Nuhut a.s., Ibrahimit a.s., Musait a.s., Jezusit, Isait a.s. dhe vulës së profetëve Muhammedit a.s., por edhe gjithë pejgamberëve të tjerë. Gjibrili a.s. Ky është pra kryesori i melajkeve. Dhe një prej shtyllave të imanit, që janë 6 shtyllat e imanit, një prej shtyllave të imanit është besimi në melajket e Allahut të lartësuar. Dhe ne si musliman i besojmë melajket e Zotit gjatësisë, pra si krijesat Allahut të lartësuar. Po ashtu besojmë edhe punët të cilat i kryejnë melajket, ndërta edhe Gjibrili a.s., që është kryesori i melajkeve.